Po këta 200 dronë nuk janë dronë të cilët janë nisur kastile për të goditur objektiva në Iran. Janë dronë të cilët janë ngritur për të tërhequr vëmendjen e avionëve izraelit. Pse? Aktualisht, duke qenë se avionët izraelit vazhdojnë të fluturojnë mbi qiejt e Irakut, edhe tashmë që po flasim. Po. Avionët izraelit janë mbi qiejt e Irakut, duke fluturuar. Dhe duke qenë se janë duke fluturuar dhe ndodhen afër kufirit me Iranin. Një pjesë atyre, ja po vetëm mbaj këtë. Regjia, vetëm hartën të lutem se. Ja, vetëm mbaj pak. Pra avionët janë duke fluturuar në këtë territorin e pjesës këtu. Po. Dhe tashmë janë lëshuar dronët. Dronët janë lëshuar mbi Irak, mbi këtej, duke ardhur në të gjithë territorin. Dhe kjo është bërë jo për arsye për të goditur objekte, pra dronët nuk kanë objektiva specifik për të goditur në Izrael. Pra nuk është se synojnë të godasin. Qëllimi këtyre 200 dronëve është për të shpërqendruar goditjen izraelite dhe për të shpërqendruar mbledhjen e avionëve izraelit të zbulimit në këtë territor në mënyrë që mos të shohin se nga do lëshohen raketat, sepse në momentin që do shohin, sepse aktualisht nuk dihet se nga do lëshohen raketat balistike iranianët. Pra dihet baza e raketave, por nuk dihet se ku i kanë në realitet. Dhe nuk dihet nga janë bazat e lëshimit të tyre. Pra ti e di që raketat mund të jetë futur këtu, po ama ky tuneli mund dali deri këtu dhe mund të lëshohen nga këtu. Dhe në momentin që je këtu, në momentin që lëshon raketën, këta e shohin nga lëshohet raketa dhe atëherë mund të godasin pikën e lëshimit. Dhe për këtë arsye këta dronët janë lëshuar tashmë dhe avionët izraelit janë lëshuar për eliminimin e këtyre dronëve sepse që mos bien në Izrael. Është normal, këta do godasin objektiva në Izrael të papërcaktuar. Por nuk janë dhe për rrëzimin e këtyre dronëve janë ngritur avionet izraelit, avion amerikan dhe avion anglez. Anglia ka ngritur avionët nga baza e tyre në Kipro për rrëzimin e këtyre avionëve në mbështetje të Izraelit. Dhe kurse Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë ngritur avionet e tyre për të rrëzuar avionët në Irak nga baza e Al Udeidit. Po. Dritan, si e bllokon kjo pamjen e këtyre, domethënë ngritja e këtyre dronëve? Pra, shiko, e zëm se avionët janë ky grupi avionëve është këtu. E qartë. Mbaj pak këtu. Grupi avionëve është këtu. Dakor? Tash dronët lëshojnë në këtë aspektin këtej. Pra në momentin që lëshojnë dronët dhe kalojnë, ta avion, një pjesë e tyre pra janë detyruar për të shmangur, sepse dronët lëshojnë në të njëjtën lartësi që fluturojnë avionët. Janë detyruar për të shmangur, pra të humbasin drejtimin e fluturimit dhe të lëvizin për të shmangur. Një pjesë tjetër duhet të vinë për të shkataruar këta dronë, një pjesë avionëve duhet të mbrojnë avionët që janë avionë zbulimi, pra e gjitha kjo bëhet një rëmuj dhe duke bërë një të tillë ti humbet detyrën parimore për cilën ke vajtur, parësore. Për të mbrojtur nga kundërpërgjigje. Për të parë, pra dhe ti je detyruar të lëvizësh për të mbrojtur nga kjo kundërpërgjigje. Dhe në momentin që mbrohesh kjo, nuk ke kontroll mbi hapësirën e këtij se çfarë bën ky. Prandaj mbetet në këtë dhe tashmë mbetet e përcaktuar për shkallëzimin e goditjes. Do të varet nga vlerësimi i goditjes që Irani do bëj. Pra, vlerësimi që ka vlerësimi do i të jetë vdekje prurse, thonë iranianët. Pavarësisht asaj që thonë iranianët, nuk besoj që do të jetë vdekje prurse, pra do të jetë një goditje më e fuqishme se goditja e radhës fundit. Nuk do të jetë vdekje prurse, unë uroj që kjo goditje premtimi vërtet 3. Po, unë uroj që kjo goditje të godasit të paktën të jetë efektive për të goditur të gjitha bazat ushtarake izraelite rreth Gazës. Pra në rast se këto raketat balistike, sepse do të kemi gjë parasysh, pra. Do jetë me raketa balistike. Irani tashmë lëshon me raketa balistike dhe raketa krujz dhe dron. Pra nuk ka mënyrë tjetër se si Irani ta godasë Izraelin. Kjo është e përcaktuar qartësisht. Kjo është avidelimi i avionëve. Në të vende ku aktualisht është një vend janë shpallur vende në luftë dhe gjithë ky është trafiku ajror civil. Trafiku ajror civil është devijuar totalisht nga ato territore. Pra që shifni, pra Jordania, Siria, Iraku. Pra jo Arabia Saudite. Pra këto që thamë, Siria, Iraku, Jordania. Dhe Izraeli, to janë. Nuk ka tjetër. Dhe Irani, pra që ka humbur të. Dhe goditja që duhet bërë, pra në rast se do arrit të godasi të gjitha bazat ushtarake izraelite rreth Gazës, unë do ta quaja suksesin më të madh. Në rast se këto baza nuk goditen, janë 5-6 baza që janë vendosur tashmë këtu. Edhe këto janë baza publike, pra nuk është sekret. Ushtaraka sekret shtetëror. Janë baza publike që dihet ku janë vendosur në këtë operacion që ka nisur Izraeli, këtë operacion kriminal ndaj Palestinës. Në rast se këto do të goditeshin, kjo do t'i jepte mundësi të madhe. Do të ishte ndihmë e madhe për Hamasin, do të ishte ndihmë e madhe për palestinezët dhe për futjen e ndihmave, sepse Izraeli nuk do të mund të përballonte më blokadën këtu. Dhe kjo do të lejonte futjen e ndihmave dhe shpëtimin e kësaj popullate. Por edhe goditja në këto baza të tjera ka rëndësi, po më e rëndësishme kanë këto baza. Po, kjo është për nga pikpamja e çlirimit Gazës, po nga pikpamja ushtarake, ku do shkojë kjo përplasje se do të kemi një gjë parasysh. Kjo lloj goditje, a quhet goditje se sulmosh, domethënë,
shkencëtar, sulmosh absolutisht që quhet një shefin e shtabit etj. Është shpallje lufte dhe çfarë do të prodhojë kjo? Goditja ushtarake në një vend është shpallje lufte, por gjithsesi shpallja e luftës mund të jetë deklarative, mund mos jetë deklarative. Aktualisht të gjitha vendet perëndimore, po ta shihni, kanë nisur me titull që thonë që Irani do shpalli luftën. Kundërpërgjigjen. Do shpalli luftën. Unë besoj që Irani nuk do ta shpalli luftën për një arsye kryesore, për arsye se Irani nuk ka bombë atomike, Izraeli ka bombë atomike. Dhe në rast se Irani shpall luftën, atëherë në këtë moment Irani është i humbur, Izraeli nuk është i humbur. Sepse në rast se shpall luftën, atëherë Izraeli do të thotë që për shkak të ekzistencës, sepse ky shpalli luftë, pra më shpalli luftë dhe për çështjet e ekzistencës, pra lufta ka të bëjë me ekzistencën, dhe unë marr të drejtën dhe përdor me njëherë bombën atomike. Rezervoj të drejtën për të goditur. Po, dhe izraelitët jeni të bindur që do ta përdorin bombën atomike. Sepse siç e keni parë tashmë, po shihni qartësisht që Izraeli nuk njeh dhe nuk respekton. Izraeli nuk njeh dhe nuk respekton asnjë lloj ligji ndërkombëtar. Qëndron mbi të gjitha ligjet ndërkombëtare, qëndron mbi gjithë botën. Rrezikon ky konflikt shkojë në konflikt bërthamor. Izraelitët duan ta çojnë në konflikt bërthamor dhe çfarëdo lloj bombe që të lëshojnë atje në nivele taktike nuk i dëmton izraelitët, por dëmton të gjithë vendet e tjera arabe dhe Izraeli del më i fituari në këtë mes. Prandaj Izraeli lutet që Irani shpalli luftë. Unë mendoj që Irani nuk do shpalli luftë, nuk do bjeri në këtë pozitë. Se që parë thej që ajo që unë dua dhe ajo që unë mendoj është krejtësisht ndryshe. Çfarë është ajo që ti mendon? Se kjo është. Ajo që unë mendoj është që Irani nuk do të bjeri në këtë kurthin e izraelitëve. Irani do të bëjë një kundërpërgjigje në nivel konvencional, duke goditur objektiva ushtarak dhe civil të rëndësisë së veçantë për Izraelin. Nuk do të godasi. Izraeli ka vetëm një reaktor bërthamor që është Dimona. Nuk besoj që Irani do ta godasi reaktorin bërthamor, sepse goditja e reaktorit bërthamor do të jepte mundësinë Izraelit të kundërpërgjigjë me armë bërthamore. Pra, këtë nuk do ta bëj në këtë moment. Por do të godasi të gjitha objektivat e tjera ushtarak. Dhe civil të rëndësisë të veçantë. Çikan, po jo reaktorin bërthamor. Kundërpërgjigjja nuk do të vijë menjëherë. Irani e ka pritur kundërpërgjigjen menjëherë, pra Izraeli e ka pritur kundërpërgjigjen menjëherë, prandaj dhe ka mbajtur avionat në ajër për të parë se nga do dalin këto raketa në mënyrë nesër ti godasi. Këto. Por unë besoj që iranianët në bashkëpunim me rusët dhe me kinezët, po kryesisht me kinezët, duke qenë se kanë një marrëveshje të mbrojtjes strategjike me Kinën, që do të thotë marrëveshje strategjike të mbrojtjes me Kinën do të thotë që në momentin që Irani sulmohet, Kina është e obliguar ta ndihmojë Iranin ushtarakisht që nga momenti, pra ushtarakisht në të gjitha nivelet, që nga momenti i konceptimit të një kundërpërgjigje deri edhe në nevoja ushtarake për të përgjigjur ushtarakisht në rast se Irani pushtohet ose pushtohet. Në rastin konkret Dritan, kjo në rastin konkret nuk kemi pushtim të Iranit, çfarë merr Irani nga Kina? Në rastin konkret Irani nga Kina merr këshillim ushtarak mbi objektivat, llojin e objektivave, goditjen e objektivave dhe do marrin ndihmën e zbulimit strategjik nga Kina. Kina nëpërmjet satelitëve të saj do të japi, ka obligim të japë zbulim strategjik. Po, absolutisht. Po. Dhe duke qenë se deri më sot kemi parë që kinezët edhe rusët janë të frenuar në kundërpërgjigjet e tyre, pra marrin kohë për kundërpërgjigjet e tyre, edhe Irani i përket kësaj kategorie të njerëzve që marrin kohë në kundërpërgjigjet e tyre. Prandaj unë mendoj që Irani do marrë kohë në kundërpërgjigjen e tij, nuk do kemi një kundërpërgjigje besoj brenda 24 orëve, po as brenda 48 orëve, nuk e besoj që do ndodhi. Por do të kemi një kundërpërgjigje të fuqishme, edhe pse është eliminuar Dritan komplet zinxhiri ushtarak. Nuk është eliminuar zinxhiri ushtarak, është eliminuar vetëm komandanti i gardës revolucionare, është eliminuar shefi i shtabeve të përgjithshme, sepse Irani ka disa shtabe, pra ushtria e tij ka disa shtabe dhe është eliminuar shefi i shtabeve të përgjithshme, por shefi i shtabeve të përgjithshme është njësoj në Iran ka të njëjtën vlerë si shefi i shtabeve të përgjithshme të ushtrisë amerikane. Shefi i shtabeve të përgjithshme të ushtrisë amerikane nuk ka kapacitetet, pra është një vend honorifik kryesisht dhe ushtarak, por nuk ka tagër që të komandojë të gjitha shtabet e tjera, pra nuk ka tagër urdhërues mbi shtabet e tjera. E qartë. Ndërkohë, Dritan, shikojmë pak reagimin e Donald Trump. I dhash Iranit një shans pas shansi për të bërë një marrëveshje. I thash atyre, vetëm kjo tregon, pra, unë i dhash shans pas shansi për të bërë një marrëveshje. Pra kjo tregon që totalisht Trump i ka pasur dieni për atë që të ndodhte. Pra ata nuk e pranuan marrëveshjen dhe Izraeli i goditi, pra unë i lash Izraelin ta bënte këtë sepse këta s'pranuan marrëveshjen që unë i ofrova.
Pra kjo e bën Trumpin automatikisht pjesëmarrës në këtë goditje dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës pjesëmarrës në këtë goditje. Pra Trumpi në këtë moment ka dalë totalisht, ka hyrë nën kontrollin e këtyre zionistëve dhe retorika e Trumpit që erdhi në pushtet se do bëj paqe s'ka lidhje me të punë. Tashmë ky është nën kontrollin Ky është kërcënim genocidit zionist. Në kuptimin që nëse nuk uleni, për mua nuk ka. Just do it before it's too late, thot. Shiko, God bless you all. Për mua ka vlerë e para, pra fjalia e parë tregon atë dhe e dyta, nëse e keni lexuar. Po prandaj e vendosëm që with the next already planned attacks being even more brutal. Pra ka planifikime të tjera që do të jenë më brutale. Që ka më brutale. Pra, e gjitha kjo është një presion. Në rast se Izraeli ka presion për të bërë një deal, për të pranuar atë që ka ofruar ky, që të heqë dorë nga programi bërthamor, nga programi, nga gjithçka. Pra Irani të kthehet siç ishte. Pse po e bëjnë këtë? Po e bëjnë në mënyrë që Irani të kthehet siç ishte Libia. Dhe në momentin që e kthyes edhe Libia kështu hoqi dorë, dhe pasi hoqi dorë Libia, pastaj hyn edhe shkatërruan. Dhe këtë qëllim kanë këta. Irani deri më sot nuk e ka pranuar. Prandaj unë uroj që të vazhdoj të mos e pranoj këtë. Kapaciteti më i madh që Izraeli ka për t'i bërë Iranit kaqësh, pavarësisht deklaratës së tij që thotë që janë vrarë shumë udhëheqës. Jo, ne u tham cilët vrarë. Nuk është shkatëruar pra. Ministri i mbrojtjes është gjallë. Shefat e shtabeve të gjitha forcave janë gjallë. Komandantët e të gjitha forcave janë gjallë. E qartë. Pra nuk kemi prekje, kemi vrasje vetëm të komandantit të Gardës Revolucionare, ndërsa komandantët e tjerë të Gardës Revolucionare që janë komandantët e mbrojtjes kundërore, komandantët e raketave, komandantët e anijeve dhe forcave detare nuk janë prekur fare, pra janë gjithë gjallë dhe prej sot e tutje, ata nuk mund t'i vrasësh më. Pra, ajo sepse ata futen në tunele. Dritan, kjo fjalia, Iran must make a deal, Iran duhet të bëjë një marrëdhënie përpara se të mos mbetet asgjë nga Irani. Po pra kjo dhe nga ajo që quaj dikur perëndëria. Sepse vinte ajo që pastaj pak më parë, që Izraeli do përdori bombën bërthamore. Këtë dua të kuptoj unë, absolutisht. Izraeli do përdori bombën bërthamore. Dhe për këtë ka mbështetjen e presidentit. Ka mbështetjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe ja ku e zgjidhëm atë që presidenti Trump nuk është presidenti i paqes. Presidenti Trump është njëri i marrë, tashmë po ta shihni njësoj siç ishte Bideni, i cili ka rënë në kontrollin totalisht të zionistëve siç kishte rënë Biden. A do ta pranojë Irani dealin me këtë presion? Jo, Irani nuk do ta pranojë dealin. Jam i bindur që Irani s'do ta pranojë dealin. Do të kundërpërgjigjet në mënyrë konvencionale dhe kundërpërgjigja në mënyrë konvencionale e Iranit. Unë uroj që të jetë në atë nivel që t'i shkaktoj Izraelit dëme të mëdha ushtarake. Po, ka plane tjera thot për kundërpërgjigje nga Izraeli. Atëherë do të kemi gjë, në rast se kundërpërgjigja dhe SBA hyn në luftë apo jo. Një sekond. Në rast se kundërpërgjigja e Iranit vjen në mënyrë konvencionale dhe i shkatëron Iranit të gjitha bazat ushtarake ajrore. Nga këto baza ushtarake ajrore nuk mundet Irani nesër të ngrihet, Izraeli të ngrihet dhe të sulmojë Iranin, sepse nga do t'i ngrejë avionët. Pra, kundërpërgjigje, por në këtë moment që shkatëron këto baza ushtarake ajrore, si edhe bazat e tjera ushtarake të raketave, raketore që ka Izraeli. Izraeli ka mundësi të lëshojë bombë bërthamore me raketë balistike. Pra me raketë balistike dhe jo me raketë kruz, sepse ka edhe me raketa kruz që i lëshon nga avioni. Po atë mund ta bëj më. Mund ta bëj me raketa balistike nga sillot që kanë tokë. Dhe unë mendoj që në këtë moment, kur Irani i shkaktoi këtë dëm masiv Izraelit, Izraeli do t'i drejtohet Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe t'i thotë që ose juve na mbështesni dhe ta godasim së bashku Iranin, që kjo pastaj do kemi një përplasje midis dhe këtu atëherë do ta shohim ky Trumpi është Trumpi i paqes apo është thjesht një qen si gjithë presidentët e tjerë të kapur me zinxhirin të kapur nga zinxhiri i zionizmit. I zionizmit genocidial izraelit. Pra këtë do ta shohim. Por në momentin që ajo ndodh, atëherë Izraeli thotë në rast se juve nuk na jepni, ne jemi në çështje të ekzistenciale, për arsye se dëmtimi që na ka bërë na bën ekzistencial dhe vulnerabël nga të gjithë këta vendet e tjera, na bën vulnerabël nga palestinezët, na bën vulnerabël nga Huthit, na bën vulnerabël nga Hezbollah, sepse i humbasin gjitha kapacitetet ushtarake dhe neve për tu vetë mbrojtur, në këtë moment jemi detyruar të lëshojmë bombën bërthamore dhe prandaj është kjo fjalia që do të zhduket si perëndëria, sepse në moment që lëshohet bomba bërthamore, nuk ekziston më asnjë gjë atje. Por ama edhe bomba bërthamore duhet të lëshojë disa, jo një, sepse Irani, për shkak të gjeografisë dhe terrenit, nëse ndahet me male me ashtu, një bombë bërthamore nuk mund ta shuajë gjithë Iranin. Por bomba bërthamore që lëshohet në Iran dëmton të gjitha vendet e tjera të gjirit persik. Radioaktiviteti. Dhe në këtë moment s'ka as male as gjë këtej. Shkretire gjitha. Dhe dihet që shkretira po thosë çdo javë, çdo muaj ka
ato stuvite shkretirës që lëshojnë rrezën. Nuk ka çfarë ndalon, e fshin atë. Dhe gjithë ajo zonë atje, gjirit persik, bëhet e pabanueshme komplet për gjithë. Dhe kjo do të sjellë një dëm të madh ekonomik për gjithë njerëzimin, sepse në moment që bëhet e pabanueshme, gjithë çmimet e naftës si mesin. Nuk ka më naftë, nuk ka më gaz që merret ande dhe kush përfiton nga kjo? Kush del humsi më i madh? Pse nxit ky humsi më i madh në këtë mes është Kina? Sepse Kina të gjithë naftën dhe gazin po e merr nga Irani. Në moment që ndodh ajo, Kina nuk ka nga ta marrë. Çfarë do bëj? Do lidhi Rusinë me Kinën më shumë dhe Rusia do jetë eksportuesi kryesor i gazit dhe i naftës në gjithë botën, pastaj se nuk kanë më nga ta marrin. Nëse SBA ndërmerr këtë akt që ti pak a shumë po sqaron, çfarë do të bëj Kina në rastin konkret, sepse apo të qoftë edhe Rusia, edhe me Rusinë ka një marrëveshje Irani. Vetëm me Kinën ka marrëveshje strategjike të mbrojtjes, kurse me Rusinë nuk ka marrëveshje strategjike të mbrojtjes. Prandaj unë them tashmë do shohim se si do reagojë Kina. Pra deri tash Kina nuk ka reaguar, nuk ka bërë një deklaratë zyrtare. Do shohim deklaratën zyrtare të Kinës. Unë besoj që pala iraniane është në bisedime me Kinën, po mund të jetë bisedime edhe me Korenë e Veriut dhe unë mendoj që në këtë rast do shohim edhe Korenë e Veriut. Jam i bindur që Korea e Veriut do deklarojë që në rast se Irani përdor bombën bërthamore ndaj Izraelit do përdor bombën bërthamore ndaj Iranit, ne do lëshojmë bombë bërthamore ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës ose ndaj Izraelit. Ata kanë kapacitetet të lëshojnë bombë bërthamore. Absolutisht. Korea e Veriut ka kapacitetet të lëshojë bombë bërthamore në drejtim të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe edhe në drejtim të Izraelit, po kryesisht në drejtim të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe në rast se kemi deklaratat të tilla, Korea e Veriut në këtë sepse Korea e Veriut është mbështetëse kryesore e Iranit, është ajo e cila ka ndihmuar Iranin në përparimin e centrifugave bërthamore dhe në zhvillimin e programit bërthamor. Pra ka një marrëveshje me ta dhe kanë edhe një marrëveshje deri diku mbrojtje, po jo në nivel strategjik. Siç e ka me Kinën. Po siç e ka me Kinën. Po edhe Kina ka bombë bërthamore dhe në këtë rast unë mendoj që ajo çfarë do ta shpëtonte dhe do të mbyllte gojën edhe presidenti Trump, i cili realisht pothuajse në shumicën e kohës nuk di se çfarë flet, do të ishte nga ana e Kinës, pra në rast se Kina do deklaronte që neve i japim bombë bërthamore Iranit, dhe në këtë moment në rast se Irani do deklaronte që merr një bombë bërthamore nga Kina ose edhe nga Korea e Veriut, automatikisht çdo lloj presioni që Izraeli dhe Amerika po bëjnë ndaj Iranit bie. Dhe janë detyruar të ulen tavolinë e bisedimeve për të bërë një marrëveshje paqe. Këtu e kisha. Dritan, pse mendon që Irani nuk do të gjunjëzohet nga frika se mund të shkojë gjëja në këtë pikë? Sepse është një soi i humbur. Pra, iranianët e kanë kalkuluar dhe unë po mendoj si presidenti, pra ti je një soi i humbur, edhe në rast se pranon, edhe në rast se nuk e pranon. Por në rast se nuk e pranon, ke më shumë shanse për të fituar se sa të mbasësh. Në rast se e pranon, atë marrëveshje që po ofron Shteti Bashkuar të Amerikës, pra kapitullim total, çarmatosje totale, gjithçka tjetër, nesër ti je pas një mbrojtje dhe Izraeli sërish do të sulmojë dhe ty nuk ka kusht mbrojtë më. Sepse e kanë treguar që amerikanët nuk mbajnë asnjë fjalë. Amerikanët janë një qeverisje arrogante, e paturpshme dhe që nuk kanë asnjë lloj bese. Dhe fakti e tregon. Pra ishin bisedime dhe deklaratë. Kjo po. Që fakti e tregon. Fakti e tregojnë atë që bën ndaj Rusisë, fakti e tregojnë unilaterale thotë. Nuk është unilaterale, pavarësisht se thotë Rubio nuk është deklarata e Trumpit hedh poshtë deklaratën e Rubios. Deklarata e Trumpit hedh poshtë deklaratën e Rubios totalisht. Prandaj po them që këta nuk kanë koordinim brenda qeverisë tyre. Prandaj them janë të marrë. Pra du t'jesh i marrë të mos harisht koordinosh as deklaratat e tua. Dritan, dhe kemi vetëm një pikë marrëzie totale. Dhe Irani e vetmja gjë që të ekzistojë dhe të lozit është që të rezistojë deri në fund, sepse rezistimi deri në fund ka më shumë mundësi të dalë fituar se sa të kapitullojë totalisht. Sepse si kapitulloj, nuk ka si mbrojtë dhe nesër do sulmohet sepse nuk e garanton kush ta mbrojë. Dhe edhe në rast se e sulmojnë nesër me bombën bërthamore sërish është i humbur. Pra në të dy anët është i humbur, por ama ka një humbje me nder. Në këtë rast kemi humbje me nder dhe humbje pa nder. Humbje me nder është luftosh, humbje pa nder është dorëzohesh. Po jo të dorëzohesh. Kur shkojmë te pjesa e skenarit bërthamor është e frikshme. Dritan, ndërkohë nuk e dia duhet ta vazhdojmë bashkë se kanë ardhur edhe të ftuarit e tjerë. Unë të falenderoj se po e diskutojmë me pjesën tjetër reagimin që kanë bërë edhe shtetet për sa i përket gjitha shtetet. Për sa i përket asaj rrezikut që po ndodh atje. Sot ka rëndësi. Pra, të vetmet shtetet të cilat reagimi i tyre
do t'i japi rëndësi kësaj është Rusia dhe Kina dhe Korea e Veriut. Këto janë 3 shtete cilat do t'i japin rëndësi kësaj pune. Asnjë lloj shteti tjetër, gjitha shtetet e tjera janë. Ka ndonjë reagim nga Rusia me që jemi? Nuk ka deri tash reagim zyrtar pra se çfarë do ndodhi. Pra, po pse nuk ka ende një reagim zyrtar drejtëm? Sepse duke qenë se ata kanë një marrëveshje strategjike bashkëpunimi, po jo mbrojtje. Unë mendoj që janë në këto bisedimet pra midis Iranit dhe Rusisë, dhe Kinës, pra se çfarë duhet bëj dhe si duhet bëj. Prandaj po them është këta janë ata që do t'i japin absolutisht, pra edhe do ta këshillojnë edhe ashtu. Prandaj po them që nuk kemi një prandaj them më të rëndësishme, pra Evropa në këtë mes nuk ka asnjë lloj vlere. Çfarë do lloj deklarate të vinë nga Evropa, dini që është një deklaratë pro-zionizmit genocidial. Nuk ka të bëjë me asgjë sepse Evropa është empatike ndaj asaj që po ndodh. Pra kur themi Evropa, them elita politike evropiane, jo elita, jo populli, pasi populli ka ngritur në demonstrata, po elita politike evropiane është empatike, është njësoj si puna e tyre senatorëve amerikanë që janë tek kafshëria, pra s'kan empati, se s'kan logjik. Pra logjika e tyre nuk ekziston më. Ata janë tek kafshëria dhe kafshëria në këtë rast është e zionizmi izraelit. Pra, në këtë aspekt. E qartë, drejton. Dhe rëndësia më e madhe janë këto 3 shtete. Në momentin që pra Rusi, Kinë kanë rëndësi të madhe, çfarë do deklarojnë pas deklaratës Trumpit, dhe pastaj edhe Korea e Veriut, sepse edhe Korea e Veriut është bashkëpunëtore dhe ndihmëse e madhe e Iranit dhe nuk përjashtohet që mund t'i japi bombë bërthamore, sepse posedon bombë bërthamore. Prandaj, deklarata e këtyre 3 shteteve ka rëndësi se si do vazhdoj konflikti më mbrapa. Asnjë deklaratë tjetër, sepse askush tjetër nuk ka fuqi të ndikojë në këtë konflikt, përveç këtyre të 3-ve. Pra Amerika, Rusia, Kina dhe Korea e Veriut kanë mundësi të ndikojnë në këtë konflikt. Të tjerët janë se hirxhi si puna ime dhe sa rrezikon bota të shkojnë në një luftë botërore dritan? Në rast se nuk do të kemi nuk kemi më luftë botërore, kemi një element të botës. Jo, ne përdorëm Rusi, Kinë, Kore, Iran, në rast se Izrael, në rast se këto ndryhojnë dhe e detyrojnë Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraelin drejt arsyes. Pra te kundërpërgjigja konvencionale dhe moskalimi pra kërcënimi është te moskalimi i bombës bërthamore, atëherë do të themi që sepse kundërpërgjigja konvencionale ka për të pasur dhe kjo mund të vazhdojë, pra mund të godasi Irani, mund të godasi Izraeli, sërish mund të godasi Irani, pra në këtë mënyrë mund të vazhdojë për disa kohë. Nuk përjashtohet, po të mbetet në këtë nivel. Pra nuk po bëhet llafë që këta të ndryhen dhe të mos ketë më. Jo, do vazhdoj kundërpërgjigja konvencionale nga njëra tjetra do vazhdoj, por të mos kalojë në kundërpërgjigje bërthamore. Pra kjo është e gjitha. Rëndësia që mbetet. Prandaj them këtu pastaj të shkojmë në dilli, po dilli të çon te kjo, pra sepse dilli nuk shkon te dilli i Amerikës. Pra në rast se ndryn Rusia fuqishëm dhe Kina fuqishëm, nuk shkojmë te dilli që ofron SBA-ja. Po shkojmë te një dill tjetër që ofrojnë ta dhe Irani mban ato kapacitete që ka. E qartë. Dhe nga pra këtu është, pra bie poshtë dilli që ofron Trumpi dhe në këtë moment fuqia amerikane o pranoje ose do zero, sepse janë ata që thonë Amerikës ose pranoje ti ose hajde shkojmë po deshën luftë dhe ti je i humburi në këtë mes. Thonë si do humbi Irani, po do humbësh edhe ti. Thonë ti. Pra kjo është sepse shkojmë nesër sepse të keni gjë parasysh, e gjitha kjo që ndodhi sot ndikon totalisht në marrëdhëniet aktuale midis Shtetit Bashkuar të Amerikës, Kinës dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Rusisë, sepse tregon qartësisht që Shtetit Bashkuar të Amerikës përfundimisht janë një entitet cilit nuk mund t'i besosh dhe nuk mund të ulesh në tavolinë me ta, sepse nuk i qëndrojnë asnjë fjalë. Pra ose janë në mentalitetin e fëmis, fëmia sot thot po, pas gjysmë ore thot jo. Dikush i tregon një çokoladë, thot jam me atë, pra janë në mentalitetin e qenit. Qenit kushdo që t'i valvit një cop mishi, shkon edhe i lëpijet. Pra nuk kanë pikën e burris. Kjo është në rast se Amerika do t'rregoj burrin në qendrim, atëherë do të kemi një botë paqëtore. Deri tash Amerika ka treguar që nuk i qëndron fjalëve dhe kjo ndikon në të gjithë mbarvajtjen botërore dhe jemi shumë afër një rreziku të madh. Kjo është frika. Dritan, të falenderoj shumë që të kisha. Ndërkohë regjia do të vazhdojmë sërish me diskutimin për sa i përket këtij sulmi, kam të ftuar Klet Këlliçin dhe Endri Tafanin. Është bashkuar me mua Endri Tafani, Endri kënaqësi që të kam, ekspert dhe njohës i marrëdhënieve ndërkombëtare, Klet Këlliçi, pedagog i shkencave politike, Klet kënaqësi që të kam. Si gjithmonë. Endri, ka ndodhur ajo që parajmërohej dhe që thuhej që nuk do ndodhte për shkak se SBA-ja ishte në një, le të themi, bisedime me Iranin për arritjen e një marrëveshje. Çfarë dim deri tani për sulmet e Izraelit ndaj centraleve bërthamore të Iranit dhe komandantëve ushtarak? Fillimisht pastaj dalim dhe komentojmë këtë sulm, çfarë do të prodhojë etj etj.
Në një farë mënyrë, sulmi ishte i parashikuar që do ndodhte me zhvillimet e fundit që ndodhen. Sinjalin e parë e kishte fakti që Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk çuan në drejtim të Ukrainës rreth 20.000 raketa anti-dron, domethënë, të cilat ishin kontraktuar nga Ukraina dhe ishin zhvilluar në bashkëpunim me Ukrainën, pra duke pasur eksperiencën e luftës në Ukrainë, ata kanë zhvilluar disa raketa të veçanta për të kapur dronët. Dhe ishte bërë porosia në Ukrainë 20.000 dhe lëvizën nga Ukraina vajtën në lindjen e mesme dhe përpara pyetjes në Senat, përgjatë komisionit, sekretari i shtetit Hegseth tha që i kemi çuar në lindjen e mesme për të mbrojtur trupat tona. Që aty ishte një sinjal që pritet diçka që të ndodhte. E dyta punës ishte ndërprerja e negociatave në kuptimin me deklaratat e forta zyrtare nga ana e drejtuesve iranian, që thoshte ne do e zhvillojmë bombën tonë bërtamore, ne kemi ndarë mendin që do e bëjmë këtë punë. Pra ishte e kohë që të vazhdohesh procesi negociativ. Programin bërtamor, jo bombën, se s'kan thënë ndonjëherë pse. Programi bërtamor nuk kupton bombën bërtamore, programin bërtamor. Ata centralet bërtamore kanë. Për të qenë uranin ajo pjesa aty. Kështu që pasurimi i uraniumit, domethënë, do të programin bërtamor është. Po, Netanyahu tha që brenda disa muajve uraniumi i pasuruar nuk kupton vetëm bombë bërtamore. Nuk përdoret uranium i pasuruar për energji apo për nuk është uranium i varfëruar, nuk është i pasuruar. I pasuruar përdoret vetëm për bërtamore. Për shkak të dhe e treta punës dje Organizata Ndërkombëtare që është për energjinë atomike, që mban në mbikëqyrje këto domethënë programet bërtamore, bëri deklaratën e saj në cilën thoshte që Irani nuk po respekton këtë traktatin për armët bërtamore, as traktatin për mënyrën se si duhet funksionojnë energjia atomike, domethënë. Dhe ishte deklarata e parë në 20 vjet, e cila i binte fort Iranit dje. Nga ana e Grosit, po, në ana e një organizate e cila ishte, domethënë, hera parë në 20 vjet. Kështu që të gjithë faktorët po jepin të kuptonin që do kishte një goditje ndaj Iranit dhe normalisht goditja ndodhi. Kështu që në një farë mënyrë ata që i kanë ndjekur, domethënë, e panë që situata përshkallëzohej dhe po shkonte në drejtim. Pastaj, përsa i përket mënyrës, ka qenë mënyra e zakonshme e